u dham të gjitha çmimet dhe nuk pa shikonin në asnjë vend. U dha dhe këto 3 çmimet, u dha çmimi i tretë, çmimi i dytë, prapë s'pa shikonin emrin. Tani o do ishin të parët, o do ishin të fundit. Pasioni dhe puna e vazhdueshme u shpërblyen me fitore. Për herë të parë një nxënës nga Shqipëria arrin rezultate të tilla dhe kjo i ka bërë të gjithë krenarë, veçanërisht protagonistët Loris Qose dhe mësuesja e tij Flutura Hoxholli. Në një takim me një grup nxënësish të shkollës Nein Frashëri dhe apasionuar pas matematikës, Loris bashkë me mësuesen e tij Flutura Hoxholli ndan eksperiencën e jashtëzakonshme dhe emocionet e fitores. Bëri provimin, edhe duhesha 2 ditë kohë që të merrshim rezultatin. Dhe Lorisi më takon ai organizatori. Edhe si duket ai ditë që ishte dalë fitues, i shtrëngoi dorën fort. Ky tha mësuese tha, unë kam marrë vendin e parë, se pash mënyrën se si ai e kam shtrëngoi dorën. Bashkëbisedimi vijoi natyrshëm, ndërsa mësuesja u dha edhe këshilla të rinjve se çfarë duhet të kenë parasysh për të arritur rezultate sa më të mira në shkenca. Këshill që ato duhet të punojnë jashtë programit shkollor, se po ndonjë vetëm me programin që ka matematika, dhe matematika sot është çike varfër, nëse e shikoni. Do të punosh për te programit. Ju e dini shumë mirë, kur arrin domethënë që bën një zgjidhje, ndjen kënaqësi, sikur fitove një lojë. Duke vazhduar këtë, ju do të futet gjithë matematika dhe do shikoni se çfarë rezultati do keni.